Badeva s'ka pas kur s'ja lumen. Prita Agim Ramadani ka thonë, me ti pas shpirti, tha, jo s'po thonë që se po mundet këmë me që nërishtë, tha se dhe mu ka bo njona. Kur s'arroj, edhe mu ka bo njona. Edhe mundun me njarë s'pat kur se njarë si shikon përgatiti, shka për di une, e kur e dala peti shma thonë në zvetë, ma mësë më gje. Kur po në kryetjasë, kërë po dekën për amësor. Policira i shkoj pa më mura dhe gruan. Qashtu t'ju luftu, shka di unë të rrpa, ti se m'kona, ti veç për afarsisht. Edhe vranë 4, bashkë mjësishi, Rifat Qela i Drenicë, Agosh Ljoka i Kaçanikit, edhe Armis Krasniqi i Denit, të 4 për një herë, jenë mra. Po, ku ashtu, ku ma mirë, për të natë si jo, do të mi zgjeda dhe një pak si ma të mirë, është për shembull si kur e vra, e kanë të rjek, më kanë prunë Bramsor. Kanë kaluar plot 27 vite që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, por për Ramadan Jasicin, koha nuk ka mundur ta zbe dhimbjen e humbjes së djalit të tij, dëshmorit të kombit Bashkim Jasici, i cili ra heurikisht në betejën e Kusharës. Çdo ditë e këtyre viteve ka qenë një përballje me mall, me kujtimet që nuk shuhen dhe me plagën që mbetet e hapur në zemrën e një babai. Në shtëpinë e tij ruhen ende disa nga sendet e fundit që Bashkimi kishte me vete deri në momentin e rënjes së tij. Dorzat, cigaret e fundit dhe ora që mbante në dorë janë bërë thesari më i çmuar për 76 vjeçarin. Asnjë fotografi nuk e ka bërë ky luft, kur s'ka pas shef më fryje. Mas e vra, e kanë pasur një pjesë të babin, të në Bramsor, e kanë pasur pjesë të babin, mas e vra i ka marrë 5 fotografi, i ka marrë se kur fotografi s'ka pruma. Tash, ky saati si i tine, kjo thika luftës, pra një viti më kanë pru të shokë, këto dorza si ka pas luftë, ky doni se për ditë doni se kish papi, unë shkon ka pintinës, aty nuk kalzekis jam të aty, e qështu. Ai e kujton Bashkimin si një djalë të qetë, por me shpirt të madh, që në vitin 1997, kur ishte ende në studime, thot se kishte nisur rrugën e tij pa e treguar asnjëherë në shtëpi peshën e veprimeve që po merrte mbi supe. Si fëmijë kun fëmijë i Marakit, kun i urtë, kun më tanat mirat. Shkollën fillore ka kryer një nik, edhe gjimnazi ka kryer një nik. Një nik. Në fillim të 97-s e ka regjistruar në fakultet në Gjakovë, ka regjistruar histori e gjeografi në Gjakovë në shkollë. Po si është shku aty, e dekte në fillim 98-s, a në shkollë jo, po i shkëmbon me një grup të i dalë në Shqipënyrë pa ditë samë. Fillim 98-s e kemi nalë, do të kom nalë, pave, u kesu puna, u duhti mu nalë vetë. Atër në prill 98-ën jemi mobilizu si fshat. Në aty në fshatanin, se mi konë që shumë, po bëllë. Atër kë qashtu roje, nga e qështu, ushtraje qështu. Në qershor 98-ën kemi pritë e parcel. Mas pak një 4-15 katuni këm parcel dhe i fund bjerës babaj. Qëllë për sevap. Kemi këtë bukë, kemi ba mas vetë. Në qershor, në qershor në 98-ën, ara të rezemëra me të pastë. Me 131 ka pasë dhe flamur një treni. Një kënë 3 brigadat qëta nese. Atër e më taku me ta, kërë e katunë t'jem dalë, më taku me ta. Thanë, a ka mësimi e shkep ushtarë më përshu pak deka 11 ditës. Ishin pak, unë për të thënë dhe isha me kretë familjen, hala kush i pa dalën. Katunin në kënë dalë, adin, jo tonë, po dikush ish me motë, dikush me po, unë isha vetë i 12 jantarë. Me 2 vllazën ishim na, të unë kishë 5 djemë, 2 qika, njonën, gratë.
Por asgjë nuk ishte e befasueshme për të, sepse si familje në momentin që u desh të hapnin dyert të shtëpisë në jashtësisht të Junikut për t'i dalë në mbrojtje vendit, ata në asnjë moment nuk nguruan. A kam si thamë në pru komandantin e juve. E komandantin ke pas të gjellë jashtësisht që kem pas, ke pa bosh ato si kështu. Atë kur ardhaj, atë tha, ka mësi mi shkep me përshuar, ta ushtin. Nese, tash jam imun 20, atin, ma porem, tash jam imun 20. Ja kom, mi ka dhonë bili sabat, të tolle një ka da. 25 mi ka dhonë, me veti, në dhështarë. Ja kur për një farë rruga aty, e me shkua, e kom qunë në shpe. Sobe, kom pas sobën jashtë, se kom pas shpin 2 kacet parë, po kom pas të kënej, se kom pas sobe dhe vahontar, veti që shënë ato sobat e vjetra. E kom qua aty, e kom pas 2 kërë në barë, e kom qitë seva të dyrt të aborit, e tjerë latori dhe jenë knashin. O kemi këthy boka shka kemi mund. S'keshim atër, po kemi këthy. Një najtën atër ato duhet najtën njerë 6-7 ditë najtën aty, 7 ditë doket. Ma 7 dite, ata u qunë ranë poshë, që kanë pas, ta shkun bra pasjan, pa të najtën në qëpja Agimi, Rostemi, edhe 3 ushtarë pa të najtë njësiq. Po ata më thonë drejten, Agimi, Rostemi, e me që ata ushtarë kemë pa po si pas antarë të familjes. Edhe janë cilë mirë. Janë cilë mirë, se tash ne gjeshim qikat, gjeshim gratë. Nese, kur nja ju shtajshin djemët, u cilëshin mirë, vallaj, ju dhe ke kesh bukën kërë e qështë gratë që i ka ikshë, aty që ju dhe ke marrë. Ku kërë edhe një diçka se nështë izgati pak nështë skadert. Ku është edhe një, e kem pas që aty sobe dhe ahonë që i kënë ata e kënë ka rinë aty, po është e kem pas kësi të ljohë, e kem pas arë të ljohë, i thëmë me ahër, shtrupa që e kem pas të ljohë. Jashtë aty e kem pasit një i copë Balkan, kështu qeman. I kom pandu 2 kazane ujqë aty, në kazane kem pamush, i kom pandu në gorë, e ti moshoj aty, e kem shtin la ton ranë, që aty në mrama. Kur u bo ujtë qëtu, se u risa të kusur vetë kur e lanë, aty ishë bukaj madhe kur, po edhe plej i ljove, edhe aty të bo. Ndërkohë të nëshe, një kemel shaqire konë zanes i Tahirit. Shoqja jame ja ka la më në falë në shpresë, breke më i që ka la, ja ka të ja këmë të se këmë pa më. Qështu. Atër kemi najtë që aty dek të na në gosh në 88-ën, pret për cel, këthe bok, këta djemë, anej, kënej, të është dhe një rast, kur lipëm u më shku për arme. Kur unë kretë ka të unë më gledhëm, të në shkati ta shkush për shkujmë, lipi këmë më shku, pa thash, jo ma ti se ka shku. Jo të të shapët ka zetër, a i shku në atë 7-ës disa herë, unë pa ditë sanë. Nëse shkohën në për arme, u këthujmë njësi që ashtur qësh aty, najtëm dejmë 10 gusht, në ardhurën me dalë. Por historia e kësaj familje nuk është vetëm e një lufte, është një sprove pafund. Presionet, maltretimet, rrahjet dhe plashtëqitjet u bën pjesë e jetës së tyre të përditshme. Janar natën e Baramit na kanë allakat policia, na kanë bërë lëmë. Krejt shtëpinë kanë bërë lëmë. E kur janar me na pru ftesat për më shkun pemë, si na pa të thirrë kundita e ditë kur sa rrej, kur na pa të thirrë për ftesa me ne pa të pru ftesat, një djali dhau të konë të shkolla e Asiqit aty të lujtë. Ta është mje e para, ta është inxhinierës në Gjermania. Kur vinë policia, si vinë aty pak parë të shkolla e Asiqit, e gjojnë të në rrugë, konë një, valla, shpëti sa vjeqë e konë, dhe kapin është një gjep hadhe me ardhë me nga kalëzue, me nga kalëzu shpijat. Se 8 veti me konë thirën më shkun pejnë, për arme. 8 familje. Edhe marrë një shtinë kërë, po tash, kur edhe një shqitore aty, pa jashtë shqitores, e kapin atë shtinë kërë, po tash kur shkët të shqitoria, ata nalën me pija aty
do moj. Tash ti, kur e nalin kjerën aty, ata hinë mrena, këti hinë menja, që tash më thonë shpione, ki babër shpione, di më thonë gjithë shka, kësër pe kjerë të bjenë tokë. Me ikë. Një polis del fillë në altimi vra. I këbalë i zotit ai komandanti shpa thonë, se këta e thojnë e ki babër shpione, qaj komandanti ka papështu atë djallë në latë. Dhe në momentin më të rëndë, kur u detyruan të lënin shtëpin, ata u ndonë me gjithçka dhe me bashkimin që mbeti pas për t'i dalë ballë a dheut. Kur në erdhën me dalë, o konë qashtu kanë 4 mas dite. Gjithë qysh mi shuk atu në mranda. Ne ishim 12 antarë familjes, të kalëzua tjetë ishim pak ma ka pak, po tonë shumë njërë gonda. Edhe i thonë lavët, kur në erdhën me dalë, thonë lavët, ramet i pas fjeti se pa dekë. Thonë qërë pësa, thonë ti do mu da. Si qysh do të bëhet, dikush të pështojmë. Ani tha, i kom ledh djemët, ne se veç djemët i kom ledh, ta është 2 ishim të mitë mëdhaj, do më thonë një i vllaut, pak si maj madhë, ja e konë thëmija i parë, edhe thëmë qështu do mu da, ati më thash aty në djemë, tha, pritin ata djemë tani qështë doni, ka prit ku jemi, tha, ja unë zvi me juha. Brazbon, i gjallë për gjallë dhe këse leo kem një kushërejsh të një qamil Jasicin, është i plagos, ku më dojë djallë të agimit, shumë djallë i mi është i plagos i qalamitën, është krejt, po apështua. Nuk dalë në ati dhe pjagimit. Edhe që i rrës të mbërishë e ka bërë i gjë, qush ka, nuk për të narim të rrëv, atin vjen, ba dhe asë ka pas kur si alun men. Prit agim Ramadani ka thonë, Ahmet i pas shpirti, tha, jo s'po thunë që se po mundet këmë me që nërështës, tha se dhe mu ka bo njona. Kur sarëj, edhe mu ka bo njona. Jemi nisë, ne ka përcil dhe kërë ka tundit, jemi dalë në Shqipni, a gjithë natën na të jesë, a ishë me agimin me këtë grupin të ne hekmi në rrugës. Që jemi shku në Baramcor, më zvetë, unë me njonën, vlavë me gruat tanë, me gruat vete, me 2 djemët. Aty, që këtë djallë si keshë ato, me djallë të mise, me 2 qika tona si keshën, janë atë nëjë përgjëravis, veç 4 partish jemi dalë në Shqipni. Na 12 antarë, 4 partish jemi dalë në Shqipni. Atëherë, shku në Shqipni atje, ura atunë që aty, jere jemi shku në Shtëpitë Kulturës. Ne se shku atje në Shtëpitë Kulturës, mas 3-4 ditë jemi shku njëm nej për mirë një farë parti ushtarak, që aty e paguj kësëbeja, ato që aty kemi najtë të në kohën. Edhe, kjo tash, mas 3-4 ditë e është ardhë. Më karë, vjali aty ku ishim karrimë, kjo bashkimi. Kënarë, ertonit e na. Ashtu si që të reguan edhe rëfenën plot emocione rënjën e ti, si ndër të paret në thyrje në kufirit në Koshare. E formun shtabin aty në papaj, ata a i me ta, që ashtu në atë ditë. 6 muja 7 kanë ushtru një grupë. I kanë ata. Pa tash mas disa mujve i patenda. Do më thonë i patë bëhë si komandus brigadës. Qështë më thonë, si komandus i patën bëhë, për mi ushtru ushtartë. E atër këti ja kanë dhonë komësarinë, komandant Tobi konë. Ditën e parë, janë hinë, kur e hinë thymet kofinit, tash janë hinë kënej pe vrejtorë, i thënë vrejtorë, ne e konë vrejtorëja e tyne. Qashtu t'ju lëftu, shadionë tash, ati se konë, ati veç për afarsisht. Edhe, vranë 4, bashkë me Sishi, Rifat Qela i Drenicë, Agosh Ljoka i Kaçanikit, edhe Ramiz Krasniqi i Denit, të 4 për njëre. Po ku është këtu ku ma mirë, për ta nacijo, do të mi zgjeda dhe një pak si ma të mirë, është për shembull si kur vra,
e kanë tërhek, më kanë prunë Bramësor. Po kupton? Më kanë prunë atë natë, kërë bënë 6 pronë, më kanë prunë Bramësor. Kërë kanë, nese, edhe kërë vra kanë vitë në marshkita, pëse pa në mohiq. Si refugjat në Bajramcur, lajmi për rënjën e tij erdhi si një goditje që nuk harrohet kurrë. Nuk ishte thjesht një lajm lufte, por një plagë që do të mbetej e hapur përgjithmonë në zemrën e një familje. Pa atë natë, kur e kanë prunë Bramësor, isha me shoqen, kem deri në ambulantë aty në Bramësor, edhe ka shkojmë na për kanë gjitë më shku aty ku ishim kabanojmë, i kishin gjinja për me, kishin pa marrë vesh. Aty më largoj shka ka bëhet më kështu si. Po, jemi shku aty ku ishim ka rrim. Sa e mira atu, kon një faruk më shku për pjetë, pa tash, edhe aty kon pak me esë më shku të shtëpia aty ku ishim ka rrim, që aty na bërë kur pa vjen i kerri i ushtrisë. Aty, po. I pata do të mathën kësia, mathë dhe dola shkolla. Thëm, hadi për shkakën, ashtë basi asman të përla. Thash, po këto është për pse, shka... Tha mara plagos ta pak bashkimi, tha e... Ma thirë për vllatë amin, për vllatë madhe, po. Thash, herë më thuj me anë, jam këtu jem ranë më të poshtë, thash, o janë, ajo ku luft kalzam. Dhe zotit e është nash. Atëre, jam nisë më shkone, ishin dalë rëpët atje shkone, thash, o zotit e lash nash, fillu kalzohë, s'po dhe shka me bo. Po ata shko është tjeta për shamull, ajo do, si u vra, ja pa të ngjit, që shqiptari se të komësëris, ja pa të ngjit emin në këtine. Ndërku ato përmand, ju në gjithë emin bashkimi asi që për komësëris, shka po të shukon e jo. Po të një hupe, e s'di shko bo më qështu, jemi ardej që tu. Jemi arë që tu shpijat. Si kem, piti që fa shpija shemi këtu. Atje këm pas shpijë për 30 tropë. Atje vesh bagje, kur ta barrafë, se s'ka gjote mo. Sa në zgatë që shbohat nuk di, gjo. Dhe këte në, kur jemi këthuje, kom jetu me social shumë kohë. Me 50 tëra, shko anej, bedato anej, fëmin pa punë. Fjalët e fundit të bashkimit i kujton mjaft mirë, e madje ishin të tilla që edhe i mbeten peng bashkëshortës së Ramadanit deri në vdekjen e saj. Si kemi lëshu katonin, kur ka ke gruja, ka është në ato, i ka pas thonë nënës vetë, mami kje dhe 2 mu mësë në gje. Do më thonë 98-ën. Kupton? Pa i dhe si shkaj pa ma morë edhe gruja që 12 jetë ka dekë. Dhe kjo është, si pa thë kjo e fundës që është, një javë para se më vra. Kër në premte e ditë, kur se arrej, është ardhë, e kanë lëshu është ardhë më najtë, ati ditën me njët të stovit. Se kretë ushtarët i ka pas, shkaj ka pas dres, i ka pas shumë të stovit e nështë. Edhe o mundu me nërës patë kur se nërës i shikon përgaditje, shka për di une, e kur e dala pet i shpa thonë nëzë vetë, ma mësë më gje. Kur përnë kretë jasë, kërë po të dekën për amësur. Policira i shkoj pa ma mura dhe gruën, të është edhe herë. Kur u kthye në Jasiç nuk i pritë shtëpia, por rënoja të gjithçka ishte shuar, gjithçka duhej nisur nga e para. I kam pas 3 jemi një qikë. Toni në bënd të angazhum luftë. Me le që kështë që tu natë e ditë së nalë. Roje, vrapa, ne, bën roje, bën vëzhgime, bën kur së nalë. Për ato të majnë për djetë, me këta për djetë, po edhe kjo kur së nalë. Qashtu të fëmija Allahut. Fëmija Allahut. Qashtu, qika Allahut. Toni mi konë që aty, me gra, me rab, me kush kemi konë, të i bobok, bile kohën e fundit, u pakum, e patësi që kërësën bërë, isha me uzi bok, me ju bonë, shka t'isha me bobok, veç me uzi u shtëris bok, qashtu. E kemi vujtë shumë, e kemi e keq bëllë, po më të fundetën, në ka pështu Zoti, pa hirim e shtu, se çdo minutë pret kemi hi me në kredisë. Kemi shumë raste që kanë tentu më hije,
e kemi rastin e Zharrës. Qatë ditë më kanë thy ta tantë, ishtë bë masakra që kënë Srebrenicë. Po t'ja kanë kohë Belen, t'i kanë shkrinje, një këtë 3 kilometra se nalë gjaki, t'u i këshijet për pjetë njësit kënë shku ta tantë. Dhe më thonë, lufta ma që aty që konë Zharrës. Kanë të të një knajpe i Voqit. Kemi vujt shumë. Kretë familja për zemë konë, dekë në qatë minutë që kemi qu katunit, kretë mi konë që aty me buke, me shka kemi mujtë. Me lamje, me tana. Unë i marrë pej Bramcurit, i marrë të se në morën vesh për të shpia, marrë të me caktu shpijat, ishim në zëtë vla. Pej Bramcurit e këtu, shoqja që ka të sytë, që shëllash. A i zhivram, se tash, kur o vra, dhe më thë se kur o vra, o kënë vërës Bramcurit, e ta harrova, me thonë. E kanë pa vërës Bramcurit. E dhe këtu, pe atje të ishtu, një kërë kanë të së ishtu i ka që shëllash të vram atje, dekun, gruja. Heq. Derë në ka qelë kë ministrisë i mbrojtjes, kë para këti shërkasti, me aj, shkë pasen në i për. Aja konë vizit në ka vizitu zyrtarisht, se kur shjo kur. Kanë ardhë në fillim atë reveshin të komandante, apo tash në kanë harru kresja që kënë krysanët. Se nuk është ishë punë e ka lajtë, mi bo njerë në panë gjohë për atit, mi bo si mi pas të antartë familjes. Ishë kone ka lajtë. Sot Ramadani jeton me kujtimin e djalit dhe me ndjenjen e thellë se sakrifica e tij nuk është vlerësuar sa duhet. Me dy kënd. Edhe ata pa thonë një popull këta vasë vetin ka shkelin. Ti 306 ditë për të motit vesh kur po vinë vota se diçka, se kur si përmend kush. Shtu. Që sot që Kosharën e kem për shemb, çdo vend, nuk mund të më thonë për kërkon. Pejva rrezat Kosharë, dikte në kënej kofin që aty, për mi 40 janë që në vrarë rrugës të Iraqja se ti, edhe ata ndjem njënësh. E 113 janë tonit të këpër njopit që në vrarë qatë front Kosharës. Plus shka ka plagosën, plus shka ka pakon, pasy, besakisi në metën në kolicë. Me një sanë nuk kemi të knjashën. Jemi të knjashën, në kanë dhonë i farë benzion, që ata në kanë dhonë, me që ata jemi të imbjetuve. E sanë mike tokë, më thonë, a përkraje diçka, a diçka sanë mike tokë. Qështu. Më respektojnë, po kuptonë, dyqysh që, po, për më thonë, ta nalti diçka më ardë me vizitua në sanë jo kur. Hiq. Pa mesazhi jam është, mas para kjo dhësia, me ju kalëzu punën e ushtrisë e punën e sanë, mësë mi qitë mas dore. Që edhe generatat e reja mësë mi harru këta. Se tash nuk qëre. Ta jo u që ka buaj sa ka mujtë. Tash mësë me ja pa nisu që keja kur gjosi shbo. Shto. Po a gjakën një që ty në sa nuk ishbo. Qështo. Të që ty mja kofin të më dhonë, është një mërit e masë, ju ka ty integriteti shkautë. E dini ju këto. Qështo. Që e mërit është. Se vëlla janë për të këllëzaj, ajo dhe më thonë, kujnë jetin kofi në rabë, gjyshtu një 50 kilometrë në rabë poshte, a nej 15 kilometrë kështu që atë pjesë kanë si një të luftut nga atë. Qështu. Po më si që një konë që ta, të janë i spej Kosharin, po dhe i e atje, gjithë njëni që vra për qëtë vanë. E sa një është i masakron për qëtë vanë. Qështu. E po du më thonë rinis me ju kalzu, me ju thonë mës t'i harrojmë. Po jo, më bëhe dhe ndasi, mësë më bëfart, se po bëhe dhe ndasi. Jo, kje. Po marë prasysh, qaj që ka pushkën, ajo shku më dek. Jo, është i qati, jo, i qatine, po marë prasysh. A i flet me dhimbje për harresën, për heshtjen që shpesh i bie mbi familje të dëshmorëve dhe për ndjesinë e gjakun e të rënëve që nuk duhet harrohet kurrë.